gjua e një personi I cili kërkon të drejtat e tij. Kjo është gjua e tij. Pra ka kërkuar më jepni aktet me inventar në mënyrë që unë di se çfarë kam marrë ndërzim dhe ju dini çfarë unë kam marrë ndërzim. Një gjë e tillë nuk është bërë dhe sigurisht ka prodhuar një reaksion nga zoti Veliaj dhe siç e thash në gjykim, aktet nuk janë dhënë në dhomën ku bëhen pritjet, por I kanë shkuar në qeli, në mënyrë të paautorizuar, pa njoftuar as avokatën e caktuar kryesisht, pa njoftuar edhe zotin Veliaj, edhe në një moment caktuar, I është kërkuar që të jenë me akte. Ndërkohë që mbas 2-3 ditësh unë kam shkuar vetë prezant, kam kërkuar nga institucioni I paraburgimit vendosjen në dispozicion tak, një gjë e tillë nuk është bërë e mundur. Pra më shton që jo, o do I merrni gjitha kështu, siç e përmenda fjalën e opshën në gjykim, ose ndryshe nuk I merrni. Mirë, siç e dëgjuam këtë deklarat të Plarent Ndrecës, tashmë avokati Erion Veliaj, kryebashkiak I Tiranës, mënyra se si janë dorëzuar aktet hetimore pretendohet janë në mënyrë të paautorizuar. Tani përpara se ta nis të bisedë Prençi është do ta nis me Ndrecën si avokati Veliajt. Po. Ç'ishte kjo zgjedhje e Veliajt? Dorëzoi po themi Max Haxhin, kreun e dhomës së avokatisë, I njohur si avokat shumë I mirë, shkon Ndreca. Ç'është kjo lëvizje? Shiko, Plarent Ndreca ka qenë vetë dhe me sa di unë ende është subjekti I spakut, I akuzuar për shpërdorimet fondeve publike në Ministrinë e Brendshme, mos gabohem, në Ministrinë e Arsimit. Është një eksponent I shumë përfolur për një korrupsion goxhat lart në raport me fondet publike. Normalisht është jurist dhe gjithmonë një avokat nuk mund të pranoj asnjë lloj veprimi sepse ka detyrimet me klientin. Edhe kur e ka me një hajdut gjepash. Po kur e ka me një kryetar bashkie që ka pas buxhetin gati sa gjysma e buxhetit të qeverisë shqiptare, normalisht ai ka drejt të bëjë maksimumin për ta kundërshtuar çdo fakt dhe çdo provë të spakut, të organit hetimit në tërësi. Po pse mendoni se e ka zgjedhur? Plarenti është një ndër më të zellshmit, madje nganjëherë bën edhe zhurmusin për ta kundërshtuar edhe të vërtetën. Se dakord atë pjesë që e bën për si jurist dhe për të Pra e bën mirë po themi atë pjesë. Po, për të insistuar tek ligjshmëria jam plotësisht dakord. Okej. Por kur Plarenti ngre zërin për të mbrojtur edhe të gënjeshtrën ose për ta shujtur të vërtetën edhe provën, normalisht këtu del për te juristit. Pastaj del si një ushtar I bindur I partisë dhe ndaj dhe ka nekur Max Haxhin sepse Plarenti është më I zellshëm në raport me mbrojtjen e të gënjeshtrës. Është më I zellshëm. Është provuar. Detyra avokatit është ta bëjë këtë. Jo, detyra avokatit nuk është. Detyra e avokatit është për ta mbrojtur në përputhje me ligjshmërinë klientin e tij. Jo për të fshehur të vërtetën në mënyrë kategorike, sepse bëhesh me ves në momentin që ti pozicionohesh si një avokat, për të kundërshtuar gjithçka të spakut, normalisht kolegun jurist që keni mbaruar shkollën bashk dhe që është prokuror, ose është oficer I policisë gjyqësore, ose është gjykatës, ty e fyen. Ne nuk mund të thomi se të gjitha I ka drejt vetëm avokati. Se atëherë pse është gjykata? Që është mbi palët. Si është mbi palët. Në rast se ne do marrim vetëm fjalët e avokatit, ne s'do na ngelet askush në burg. Nuk do shpallet askush fajtor. Të gjithë avokatët thonë, vetëm klienti im nuk është autori I veprës penale. Klienti im nuk ka faj këtu. Klienti im nuk ka faj atje. Por do themi ne, kush e ka fajin që në Bashkinë e Tiranës u ngritën kompani nga drejtorat dhe shpërdoruan fondet e Bashkisë Tiranës. Po të janë gjithë jashtë, Prençi, vetëm Jo, nuk janë jashtë. Jo, nuk janë jashtë. Marglen Qato është. Jo, nuk janë jashtë. Nuk janë jashtë. Shfryrë si dosja jo, Prençi. Jo, të lutem shumë tani, është shfryrë, a ka mbaruar gjykimi? Ka ndryshuar masat e sigurisë, por nuk ka mbaruar gjykimi. Kjo është dhe problemi më I madh që ka Shqipëria.
Ky është problemi më i madh. Dhe për këtë duhet të shqetësohemi. A e përmbush dot misionin drejtësia e re? Se këta që vjedhin me qindra miliona euro, rrin një vit në paraburgim, ju ndryshohet masa sigurisë, ikin shtëpi, po i takon, po. I shikon për këto vendet egzotike duke bërë po, absolutisht. Kjo më shqetëson mua. Jam plotësisht dakord. Kjo është dhe ngërçi që edhe po ju privon lirin një vit thash gjykata, por nuk ju konfiskohet pasuria që kanë vendosur mbi djersën e shqiptarëve. Kjo është dëmi më i madh që i bëhet nga gjykata dhe prokuria popullit shqiptar. Sepse rëndom thot çdo kush thot edhe unë do të kisha pranuar të i bosha një 5 vjet burg, po të kisha 10 milion euro, ose 20 milion euro, ose 100 milion euro. Po si bëndot për 5 vite ato, kështu që? Po ju ato kanë bërë më shumë. Shiko, investimet që ka bërë grupi 5D, varësit e Erion Veliit, kanë me 10 hotele në Bregdet, që po ti vlerësojsh, se ato tjetër biznes s'kanë bërë. Ku i bën këto para? Si ka mundësi që disa bizneseve ju shumëfishohet paraja në proporcion geometrik. Dhe këtu ndreca e mbron, jam plotësisht dakord që e mbron. Edhe ai vetë është i bindur që jo, nuk i ka parat e ndershme. Është i bindur. Ai ka marrë për detyrë ta mbrojë në pikpamje të dënimit penal. Po pazarin që ka ai për sa pjesë pasurie i merr klientit ne nuk e dim. Në mënyrë kategorike. Dhe këto lloj juristësh, këto lloj avokatësh nuk kanë prioritet ligjin, zbatimin e ligjshmërisë. Përfitimin nga pasuritë e vendosur në mënyrë të paligjshme nga klientët e tyre. Ka të drejtë Erion Velia i Prençi kur thotë që materialet nuk janë dorëzuar sipas ligjit, që pretendimin e ngre edhe le të themi avokati i tij Ndreca. Po kërkon të fitoj kohë Veliaj në raport me diçka? Të lutem shumë. Kjo është thelbi që duhen të përfitojnë me afatet. Po pse Max Haxhia kaq avokati dobët, lind pyetja mua. Avokati Max Haxhia kaq juristi dobët është që deri tani nuk ka ngritur zërin për këtë problem? E ka ngritur zërin ai? Se ka ngritur. Se ka ngritur se kur i intereson të pandehurit, kërkon gjykim të shkurtuar. Kur si intereson, kërkon aktet. Zvarritjen e dorëzimit dhe mos dorëzimit të akteve. Kjo është që gjithë politikanët shqiptarë, të gjithë hajdutët me kollare, përfshi dhe Ndrecën, taktika dhe strategjia e tyre... Dosa i është thjesht është marrë në pyetje nga akuzuar. Jo, është i akuzuar drejt për drejt. Jo, është me akuzë. Është marrë i pandehur. Po, ka qenë në hetim disa vite për këtë problem. Unë nuk e di. Unë e di që dhe Altin Dumani dje kundërshtoi qenën e tij avokat, duke thënë shiko se ju jeni marrë në pyetje nga SPAK dhe jeni le të themi subjekt i hetimit në thonjza për çështje. Por kjo nuk e pengoka për qenë avokat. Kjo është një ranë. Kjo është një ranë e historisë. Unë nuk e akuzova. Ndrecën, as nuk... Kjo është pretendimi që ngre... Fakti që të ka akuzuar SPAK-u, fakti që i jetuar, fakti që nuk është mbyllur çështja, fakti që nuk ke një vendim të formës prerë për fajsin dhe pafajsin, unë kam të drejtë të prezumoj të pafajshëm, por nuk mund të çojë avokatin e hajdutëve. Megjithatë, gjykata e ka çmuar që në tjetë. Por pyetja ime dhe dyshimi im, Max Haxhia ka që i dobët që nga si jurist që deri më sot kanë kaluar mbi 13-14 muaj dhe nuk ka kërkuar dorëzimin e akteve në atë formë që e kërkon zoti Ndreca? Kujtojmë që në seancë atëherë pas ka të drejtë Velia që e pas ka larguar Max Haxhin. Atëherë dy momente dua të ndalem këtu për të kuptuar diçka Prençi. Ka një seancë kushtetuese për ishmërinë e masës arrestit me burg të Veliajt, është një seancë pikërisht për. Po s'ka të bëjë me fajsin dhe pafajsin. Jo. Nuk ka të bëjmë atë. Dakor, jam plotësisht dakord. Ato do ta japi gjykata. Jam plotësisht. Ne flasim, domethënë, gjithë ky diskutimi që bëj këtu është qëndron apo jo Veliaj në burg me masën e arrestit, jo dënimi final, se dënimi final mund të jetë pa fajsi, mund të jetë edhe fajsi. Ne nuk e dim këtë se jam plotësisht dakord sepse nuk është vetëm Velia ai që kërkon këtë. Janë të gjithë Meta e kërkon. Po të gjithë burgosit e kërkojnë ndryshimin e masës sigurisë. Është një kushtetuese çështje tani, është kushtetuese ligjshmëria apo jo tani. Një është kjo.
Domethënë ligjshmëria e masës që do duhet të qëndronte Velia në burg apo jo, dhe e dyta Prençi, vendimi i gjykatës lartë i kryetarit Sokol Sadushi, një vendim unifikues që do të vlerësojë nëse masa e arrestit, domethënë do vlerësoj për masën e arrestit me burg mbi bazën e rrezikshmërisë së personit. Pra, a është kjo momenti, faza që Velia po kërkon të fitoj kohë për të përfituar ndoshta nga këta dy element? Për të përfituar nga ky vendim. Nga vendimi i gjykatës lartë. Po që ta kërkoj, të ketë dalë vendimi, të ketë zbardhur, të ketë botuar në fletore zyrtare etj. Kjo është taktika, thash, dhe strategjia që ndjekin hajdutët ose të akuzuarit me kollare dhe avokatët e tyre që më së shumtit mbrojtjen nuk e ndërtojnë juridikisht, po e ndërtojnë politikisht. Dhe ndaj dhe thash që Max Haxhia, që nuk është politik, sa Ndreca nuk e njeh mirë drejtësinë. Kjo është ironi publike, është të tallet të thush Max Haxhis sot që ti nuk ban për avokat, se e ban Ndreca. Pra, pikërisht për këtë arsye. Dhe kjo lojave e përfitimit me afatët dhe me boshllëqet ligjore, është loja që eksperimentohet vetëm për politikanët dhe të akuzuarit e niveleve të larta të qeverisë. Pse nuk aplikohet, pse nuk është shqetësuar Sokol Sadushi për masat e sigurisë të qytetarëve shqiptarë që janë futur në burg edhe për 2 gram hashash, ose për ndërtimet pa leje. Si ka mundësi që drejtësia shqiptare në të 3 nivelet, gjykat e shkallës parë, apel dhe gjykat e lartë, çuditërisht nuk ka fituar. Se kanë fituar këtë drejt. Pra do të thotë që kjo gjykatë s'banka, do të shkojmë gjykatë kushtetuese tani për të provuar kushtetutshmërinë. Po për kë? Për Erionin, për tjetër, nuk shkojmë për qytetarin. Nëse do kishte një vendim të gjykatës lartë të unifikuar, du ta kishim në periudhën kur kryeministri i Shqipërisë çdo ditë shfaqej në televizor me fjalën burg për pensionistin që kishte lidhë 2 tela dhe harxhonte $10 në muaj energji elektrike vetëm për dritën. Që s'kishte as dush në shtëpi. E mbani mendi, ose jeni gazetar që e keni rraf mirë terrenin. Burg për një qati shtëpie ose për një garth. Burg edhe anetemimin që u ka bërë të gjithë prokurorëve dhe gjykatësve në 2015 mos gabohem, kryeministri i Shqipërisë ka telefonuar Drita Kërgjaliun, një gjykatëse e nderuar me eksperiencë mbi 25 vjeçare, 30 vjeçare, në Kuks, ishte bërë nami për një ndërtim pa leje në Kuks, në fshatrat e Kuksit. Ju po thoni që politika po gjen moment për përfituar. Politika gjen moment, politika është e impenjuar të groposi drejtësinë me vendimin e 83 gardianëve të Partisë Socialiste, ta groposi drejtësinë e re, vetëm të mos ndërshkohen zyrtarët e lartë, por nuk është shqetësuar fare për masat e arrestit që vihen çdo ditë ndaj qytetarëve për vepra penale të papërfillshme fare. Shiko, do të tregoj vetëm një rast. Që është shumë i tmerrshëm. E kam debatuar me disa jurist një skem kontrabandimi në Shqipëri, kishin arritur deri atje sa që për kontraband me mallrat e regjimit doganor ta akuzojnë një përkthyes autodidakt shqiptar të Malizzi, që s'është subjekt. Pra, nuk ka jurist, jam kategorikisht i bindur, nuk mund të ketë jurist në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë që subjekti vepres penale të kontrabandës me mallat e regjimit në territorin e Shqipërisë ta bëjë një qytetar i Malizzi që ka shërbyer si përkthyes, pa patur asnjë lloj licence dhe pa pasur asnjë lloj biznesi. Thjesht që ka përkthyer në Malizzi. Pa shiko deri ku shkon ignoranca. Ose korrupsioni që s'po dënojmë këta që e kanë bërë dhe detyrimet që ka pasur autoriteti doganor për mbikëqyrjen e tregtisë të mallave me regjim, po
ja fusim një shqiptarit Malizzi se ato s'kan ku e gjenë, s'kan ku e kapin. Po kështu du të punoj drejtësia. Pra, nëse Sokol Sadushi është i shqetësuar për shallin e Pionierit, që e vjen kur vjen 5 maj, duke qenë kryetari i gjykatës lartë, edhe shkon tek labidarët, dhe është i shqetësuar për masën e paraburgimit të ministrave, të zyrtarëve të lartë shtetit, dhe nuk është i interesuar për fatin e shqiptarëve që vuajnë paraburgim masiv në Shqipëri, që është bërë shqetësim edhe për Bashkimin Evropian. Dhe shqiptarët falë ministrave. Si? Do përfitojnë dhe shqiptarët po pse s'ka përfituar deri tani? U desh një sebeb. Shiko. U gjet sebebi, Prençi. Gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë nuk është gjykata e lartë e qeverisë. Në rast se ti shqetësohesh për qeverinë, pas 13 vitesh në pushtet, ti nuk ke marrë vendim të unifikuar për hallin e shqiptarëve, por të agallarëve. Ka pas një përplasje Prençi dje në gjykat, me i thata ka pas një deklarim nga prokurori Olzdado, një nga prokurorët e çështjes, tjetri është Altin Dumani, i shkreu i SPAK, dhe Olzdado ka deklaruar për sa i përket kësaj çështje, proces verbali e thot qartë, në zbatim të urdhrit, kanë shkuar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Durrës dhe kanë kontaktuar me Erion Veliajin, pra flet për oficerët e policisë gjyqësore që kanë dorëzuar aktet. Që në fillim, Erion Veliaj ka shfaqur sjellje kundërshtuese, edhe fyese ndaj hetuesve të byrës kombëtare të hetimit. Ka qenë reagim jo etik dhe fyes duke refuzuar të marrë aktet. Në këto kushte është larguar dhe ka vënë në dieni të gjithë zinxhirin në burg, që nga juristët e deri tek drejtuesit, ata të gjithë së bashku kanë shkuar të sqarojnë Erion Veliajt arsyen. Është kundërshtuar dhe Veliaj është drejtuar me fjalët: "Gruaja ime abortoi 2 herë, më keni shkatërruar. Olzdado ka 30 apartamente, ky pis abortin e fëmijëve të mis kanë për t'ia falur." Më pas në një dhomë janë vendosur nga Samet Gërguri dhe juristët e tij VP-s dokumentet dhe aktet në paraburgim. Kështu ka deklaruar Olzdado në seancë Prençi. Çfarë kuptuat në këtë histori? Qëndrimi, të paktën e quan një lloj, le të themi, emotive gjën edhe Clarent Ndreca në raport me reagimin e Veliajit. Agresiviteti i çdo të pandeuri që është në izolim është i natyrshëm, po jo i ligjshëm. Është i natyrshëm se buron nga stresi, nga gjendja në të cilën një i paraburgosur mund të ndodhet. Shikon, unë kam marrë pjesë disa herë në trajnime jashtë shtetit, gjatë kohës që kam qenë pjesë e policisë shtetit për 25 vite, edhe kam parë që kushtet në të cilët, dhomat në të cilët ndaloheshin personalitetet shtetërore ishin ndryshe, madje ishin të veshur me murët, ishin të veshur me dyshek të butë. Sepse psikologjikisht, na thoshin ato psikologët, që një drejtor, një profesor, një doktor, kur bën aksidente automobilistike, mundet që të futet në të izolim, pa ai nuk është mësuar me këtë lloj. Një lloj si hajduti, një lloj si trafikanti, një lloj si ditë, edhe shkon, e përjeton në stres të madh edhe mund të godas muret me kokë, edhe të dëmtohet. Dhe krijonin kushte të ndryshme. Dhe unë diskutoj dhe e çmoj që Erion Velia paraburgimin nuk mu nevuaj si një vrasës. Nuk mu nevuaj si një hajdut. Pulesh. Normalisht që psikologjikisht është më i dëmtuar, sepse ndërkohë që ti je kryetari për 12 vite, kryetari i bashkisë kryeqendrës së shqiptarëve, pastaj që ti je në burg, janë kushtet që kanë ndryshime drastike në raport me psikologjinë. Pra, në këto këndvështrime ka të drejtë të shqetësohet, por nuk e ka të ligjshme që të përdori arrogancën ndaj prokurorit dhe oficerit policisë gjyqësore. Sepse Erion Velia ka patur avokat. Dhe fakti që
i ka dërguar aktet. Se janë njoftuar, tha Ndreca, avokatët. Janë dërguar aktet pa u njoftuar avokatët. Po si ka mundësi? Ja, këtë thot, kjo është pretendimi, pra, këtë po themi pra që. Kush e ka thënë këtë? Plaren Ndreca. Po Plaren Ndreca nuk ka qenë avokat. Shiko. Po pretendon që nuk janë njoftuar avokatët. Për mua këtu gënjen Plaren Ndreca. Sepse nuk e di, pyetje mu, a mund të ketë gabuar dhe Spaku? Sepse nuk Shiko, këtu gënjen fakti që Plaren Ndreca dje është miratuar si avokat i Veliajt. Unë nuk mund ta besoj Plaren Ndrecën, unë besoj më shumë oficerin e policisë e BKH-s. Pse nuk mendoni se ka një gabim nga Spaku? Jo, nuk mund ta besoj, sepse këtë po ta thot Max Haxhia, që ka qenë avokati i Veliajt, unë do ta besoja. Që mua nuk më ka njoftuar. Po në fakti që Velia i los me kartën që po heq Max Haxhin dhe po mor Plarentin, ku do shtinte në fall Spaku dhe BKH-ja që avokati i Velis është Plaren Ndreca. Tani, Plaren Ndreca dje është miratuar nga gjykata që tjetë avokat. Si ka mundësi që Plaren Ndreca flet për të vërtetën apo të pavërtetën që është zhvilluar në burgun e Durrësit? Mbetet për tu parë. Ku e mori këtë? Ku e mori këtë? Atëherë. Këtë do ta shohim te njoftimi zyrtar. Spaku do të ketë njoftimin zyrtar dhe administrata e burgjeve do të ketë regjistrat. Si është njoftuar, tek është njoftuar, do vim për dorëzuar aktet një oficer i BKH-s, një prokuror, 2 oficerat BKH-s të shoqëruar nga avokati i Panderut Erion Velia. Nëse kemi prononcime të këtyre institucioneve, unë do ta besoja që ka gabuar, dhe s'është, shiko, nuk është fundi i botës, ka gabuar një oficer i BKH-s, do ta pranoj gabimin, edhe do ndërshkohet për gabimin. Po dhe prokurori Ols Dado nuk e cilëson që janë njoftuar avokatët, dhe thotë që në zbatim të urdhrit, oficerët e BKH-s kanë shkuar në IEVP në Durrës, domethënë para burgimit të Durrësit. Varet si e ka procedura. Besoj do duhen njoftuar avokatët. Prandaj them që mund të ju më aktin mund t'ia dësh direkt t'ia çot Panderit. Ndoshta. Ai t'ia japet pse? Mund t'ia japi direkt Panderit, se i Panderi e ka kërkuar. Ai nuk ka thënë që duhet si ka kërkuar avokatët. Jo, mund ta ketë kompetencë. Kjo duhet parë me procedurë. Por prononcimi publik i Ndrecës duke denigruar një oficer të policisë gjyqësore apo një prokuror nuk më duket etik dhe profesional në raport me një jurist si Ndreca, sepse Ndreca presupozohet që është jurist i mirë, edhe realisht është një jurist që ka lexuar e njeh procedurën. Por në momentin që e supozojmë do ta marrim faktin që ka gabuar Spaku ose BKH-ja. Po nëse BKH-ja dhe Spaku do ja kishin lënë atij gardianit, është gabim. Nëse ja ka dorëzuar Panderut, s'ka gabim fare. Okej. Sepse nuk ka kryer veprim procedurial. S'ka shku ta marrë në pyetje. Nuk e ka marrë në pyetje. Thjesht ka dorëzuar. Panderut, thjesht i ka dorëzuar